në pushtet. Por Ilir Meta duhet të pushojë së përdoruri ngjarje të tilla në mënyrë private, në mënyrë spekulative dhe thjesht propagandistike, sepse ai erdhi për të mbajtur një fjalim nga presidiumi dhe devijoi nga seanca e votimit mirëfill të këtij akti solemn që për Partinë e Ilirit gjithashtu ishte kurorëzimi i një procesi pothuajse për një dekade. Megjithatë, unë nuk shpërndaj lajme celularesh. Dhe ata që i bëjnë këto gjëra duhet të kenë parasysh që celularët janë para të taksapaguesve shqiptar dhe janë pronë private. Do të shpresoja që edhe media publike apo e lirë në Shqipëri të mos vazhdonte të keq përdorej për interesat pushtetit BIPS apo për interesat të privatizimit të funksioneve siç u shfaq edhe në këtë rast. Unë me mjetet e mia modeste kam fotot e mia nga ngjarja e rëndësishme e jetës politike të partisë. Ka qenë një kameraman juaj që kur e pushoi Berisha në 92-93-shin, Timo më duket, përdorte një kamerë të Partisë Socialiste në ngjarje të tilla. U prish dhe shkreta. Dhe tani lëvizin për të shoqëruar kryeministrin funksionarët e televizionit publik. Por Thoma Goçi nuk duhet i përdori funksionarët e televizionit publik, siç kërkon